Përshëndetje të nderuar shikues, jemi duke në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të ndiqni. Në Këlqyr u festua Dita e Europës, eventi mlodhi qytetar, drejtues, institucionesh akademik, përfaqësues të shoqërisë civile dhe personalitete publike. Aktivitetin e nderoi me pjesëmarrjen e tij dhe ambasadori i OSBE-s në Shqipëri, Michel Taro. 20 studentë spanjoll po zhvillojnë praktikën profesionale në institucione private dhe publike të Gjirokastrës. Për ta, kjo është një mundësi për të përfituar përvojë në profesionet e tyre, por gjithashtu për të mësuar më shumë rreth qytetit të Gurtë e jo vetëm. Në Memalia ju inaugurua Galeria e Re e Arteve, një hapësirë dedikuar promovimit kulturës dhe artistëve vendas. Hapja u shoqërua me ekspozitën fotografike Kurban të profesorit Albes Fusha, e cila solli për publikun një cikël veprash mbi traditën, simbolikën dhe mesazhin social. Bashkëpunimet artistike dhe kulturore mes Bashkisë së Gjirokastrës dhe asaj të Fasanos në Itali vazhdojnë në kuadër të projektit Herald. Këtë herë ishin artistët italianë që erdhën para artarësit të qytetit të Gurtë me dramën Nunca Mas. Ju njohim tani më gjerësisht. Në Këlqyr u festua Dita e Europës. Eventi mlodhi qytetar, drejtues institucionesh akademik, përfaqësues të shoqërisë civile dhe personalitete publike. Aktivitetin e nderoi me pjesëmarrjen e tij dhe ambasadori i OSBE-s në Shqipëri, Michel Taro. Me një atmosferë madhështore festive, u festua në Këlqyr Dita e Europës 2026 në moton Brukseli ndaloi në Këlqyr. Ky event i jashtëzakonshëm u realizua në kuadër të projektit të financuar nga Komisioni Evropian, Edukimi Evropian për qeverisje më të mirë në rajonin e Shqipërisë, në bashkëpunim me Bashkinë Këlqyr dhe institucionet të rajonit, duke kthyer Këlqyrën dhe qarkun në një simbol të dialogut evropian, kulturës dhe qeverisjes moderne. Dita e Europës është më shumë se një datë. Ajo simbolizon një vizion që lindi mbi paqen dhe bashkëpunimin, një projekt që ndërtoi ura bashkëpunimi mes popujve dhe që vazhdon të jetë frymëzim edhe për vendin tonë. Edhe për ne, kjo ka vlera shumë të rëndësishme. Si bashki, ne besojmë se zhvillimi i komuniteteve lokale lidhet ngushtisht me këto parime. Europa për ne vazhdon më shumë mundësi për të rinj, më shumë mundësi zhvillimi për zonat tona, më shumë mbështetje në bujqësi, turizëm, trashëgimi kulturore dhe jeta sociale në komunitet. Këlqyra është një bashki me potencial të madh. Është një zonë me natyra të jashtëzakonshme, me histori, tradita dhe njerëz punëtorë që duan vendin e tyre. Në fund të ditarit informativ, do të mund të ndiqni një material më të zgjeruar, vijoj me të tjera informacione. 20 studentë spanjoll po zhvillojnë praktikën profesionale në institucione private dhe publike të Gjirokastrës. Për ta, kjo është një mundësi për të përfituar përvojë në profesionet e tyre, por gjithashtu për të mësuar më shumë rreth qytetit të Gurtë dhe jo vetëm. Kanë afro një muaj në Gjirokastër, vinë nga Spanja në kuadër të programit Erasmus+. Këta të rinj janë bashkuar stafit të zyrës së administrimit të Parkut Kombëtar Lumevjosës për të kryer praktikën profesionale sipas profileve që kanë zgjedhur, TIC dhe menaxhim. Eksperiencia ime këtu është vërtet shumë e mirë. Unë punoj si IT, kështu që merrem me problemet që mund të kenë me printera dhe problemet të tjera teknike që mund të hasen në kompjutera. Flasim anglisht zakonisht për të komunikuar, por përdorim edhe përkthyesin për fjalë që si kuptojmë gjatë komunikimit. Është një përvojë e shkëlqyer. Jam shumë i lumtur që jam këtu në Gjirokastër. Kjo ka qenë një përvojë shumë e vlefshme dhe frymëzuese për mua, pasi më ka dhënë mundësi të njoh nga afër një nga lumenjtë më të veçantë në Europë, si edhe të punoj me një ekip të përkushtuar ndaj mbrojtjes së natyrës dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Aktualisht po punojmë në krahasimin e bizneseve përgjatë Vjosës me bizneset që janë në Valencia. Ide dhe praktika të mira mbi turizmin dhe zhvillimin e qëndrueshëm në Spanjë dhe Shqipëri. Një nga praktikat më të përhapura në Valencia është reduktimi i përdorimit të plastikës dhe përdorimi i energjisë rinovueshme, modele që mund të shërbejnë si shembuj të mirë dhe për zhvillimin e qëndrueshëm përgjatë Vjosës. Qëndrimi në qytetin e Gurtë po e shfrytëzojnë edhe për të zbuluar traditat, historinë shqiptare duke shëtitur në zonat e tjera të qarkut.
Y pues bueno, después de venir aquí a la empresa... Më pëlqen jashtëzakonisht të udhëtoj dhe të zbuloj vende të bukura dhe kjo është një nga pjesët më të veçanta të kësaj eksperience. Gjatë kësaj kohe kemi udhëtuar edhe për shkak të punës, duke vizituar peizazhe mahnitse dhe vende plot histori. Gjithashtu kemi eksploruar edhe qytete më pranë Vjosës, si Tepelena, Përmeti dhe Memaliaj. Kemi patur mundësi të njohim më nga afër kulturën lokale, njerëzit dhe natyrën e kësaj zone. Kemi krijuar shumë kujtime të bukura dhe po e shfrytëzojmë në maksimum këtë eksperiencë të veçantë. Është një përvojë që jo vetëm të ndihmon profesionalisht, por edhe të mbetet gjatë në kujtesë për njerëzit që takon, vendet që zbulon dhe momentet që përjeton. Yo vengo de Cullera. Qyteti nga vi, Kujela, ka gjithashtu një kështjell, ndaj që në momentin e parë ndjeva një lidhje të veçantë me Gjirokastrën dhe atmosferën e saj historike. E vërteta është se po e shijoj shumë këtë eksperiencë. Qyteti ka një atmosferë shumë të gjallë dhe të këndshme, edhe pas orarit të punës, ndërsa njerëzit janë jashtëzakonisht mikpritës dhe miqësor. Ka mende shumë vende për të eksploruar, por ajo që më ka bërë më shumë përshtypje është ngjashmëria që ndjej mes njerëzve dhe atmosferës këtu me atë të Spanjës. Kjo më ka bërë të ndihem shumë komode dhe ta përjetoj këtë eksperiencë me shumë kënaqësi. Pero sí que siento que la gente... Drejtoresha e zyrës së administrimit të Parkut Kombëtar Lumi Vjosës Edurina Guga thotë se kanë gjithë mbështetjen e stafit për të kaluar një eksperiencë të paharrueshme. Janë të angazhuar me punët e përditshme të zyrës së administrimit të Parkut Kombëtar Lumi Vjosa. Sipas profilit të tyre të studimeve, i kemi caktuar edhe detyra përkatëse. Jam e bindur që dhe për ta është një përvojë shumë e mirë, përvoja e shkëmbimit të përvojave të dijeve, dhe sidomos në një zyrë siç është kjo e jona, që është një zyrë relativisht e re, pra ne jemi krijuar vjet, ka informacione shumë interesante me të cilat ne punojmë, por edhe ata punojnë, dhe edhe janë integruar dhe janë bërë pjesë e stafit ton, njësoj si kurse janë stafi vendas. Kanë marrë pjesë në shumë aktivitete ndërgjegjësimi që ne kemi organizuar në teren. Duke marrë pjesë, ata kanë njohur edhe territorin ton më mirë dhe janë në gjendje që edhe ta përcjellin çfarë shohin dhe çfarë prekin këtu, edhe më tej tek miqtë e tyre që ndodhen në Spanjë. Po të njëjtën gjë në fakt kanë bërë partnerët tanë në Spanjë që kanë pritur studentët tanë aty dhe ne po bëjmë maksimumin që ata të ndihen të mirëpritur, të trajtuar ashtu siç duhet dhe të vlerësuar për kontributin që japin. Aktualisht në Gjirokastër janë 20 studentë spanjoll duke kryer praktikën profesionale në institucione dhe biznese të qytetit të Gurt. Në Memalia ju inaugurua Galeria e Re e Arteve, një hapësirë dedikuar promovimit të kulturës dhe artistëve vendas. Hapja u shoqërua me ekspozitën fotografike Kurban të profesorit Albes Fusha, e cila solli për publikun një cikël veprash mbi traditën, simbolikën dhe mesazhin social. Në Memaliaj, arti ka tashmë një adresë të re, Galeria e Arteve çeli dyert për publikun, duke sjell jo vetëm një hapësirë të dedikuar krijimtarisë, por edhe një mundësi më shumë për promovimin e talenteve dhe jetës kulturore në qytet. Atmosfera e inaugurimit u shoqërua me ekspozitën fotografike Kurban të profesor Albes Fusha, një cikël fotografish i ndërtuar mbi ritualin e sakrificës, traditës dhe simbolikën njerëzore. Përmes objektivit të tij, vizitorët u njohen me një punë të realizuar ndër vite, ku ndërthuren arti, dokumentimi dhe mesazhi social. Është një projekt 20 vjeçar, i cili ka filluar si një dokument, si dokumentim i asaj që ka ndodhur në malin e Tomorit, e më pas unë kuptova që duhet fotografoja apo të kapja shpirtin e vërtet të gjithë këtyre besimtarëve në momentin që ata bënin kurbanin. Pse kjo ekspozit këtu? Sepse qyteti me Maliet përuroj këtë galeri, është era e parë që ekspozoj këtu. Siç thot populli, paçim këmbën e mbar, i uroj kësaj galerie një gjatësi sa më të madhe. Është një galeri shumë interesante, një galeri modeste, por mjaft e mirë, me kushte mjaft të mira për të ekspozuar. Dhe unë mendoj që kam projekte shumë interesante, shumë të veçanta që vlejnë të ekspozohen te kjo galeri. Përurimi i galerisë u vlerësua edhe nga kryetari i Bashkisë Memaliaj dhe nismëtarët e saj, të cilët e konsideruan këtë hapësirë si një investim në kulturë dhe jetën artistike të komunitetit. Kjo galeri nuk është thjesht një ambient fizik, ai është një mesazh i qartë se Memaliaj beson te kultura, te arti dhe te fuqia që ato kanë për të bashkuar njerëzit, për të edukuar brezat dhe për të promovuar
identitetin ton qytetar. Kemi kënaqësinë që këtë moment ta shoqërojmë me ekspozitën fotografike të profesorit të nderuar Albes Fusha, i cili përmes objektivit të tij sjell emocione, histori dhe këndvështrime që na ftojnë të reflektojmë dhe të shohim botën me më shumë ndjeshmëri artistike. Nderuar që përfaqësoj galerinë Kalo, e cila ka një histori 12 vjeçare tashmë, por në kuadrin e koleksionimit familja jonë ka 30 vjet që koleksionon art. Ky nuk është koleksioni ynë, është rasti që ne biseduam me profesor Albes Fushën, i cili kishte një ekspozit të ndërtuar tashmë. Më vjen mirë që sjellur për pikërisht për bërjen e kurbanjes dhe është një mesazh hynor që Zoti e ka caktuar nëpërmjet profetit Ibrahim dhe të birit i Ismail për të treguar se sa dashuri ka ndaj Zotit dhe ndaj njerëzimit dhe i tha bëj sakrificë djalin, ndërkohë që me gjithë vullnetin e tij të plot pranoi të bënte djalin sakrificë dhe në atë moment Zoti e ndaloi bërjen e kurbanit djal dhe zbriti kurbanin për mirësinë e njerëzimit. Memalia është një trev me vektashizëm dhe kuptim. Ekspozita u ndoq me interes të veçantë nga qytetarët, artistë dhe dashamirës të artit, të cilët vlerësuan jo vetëm krijimtarinë 20 vjeçare të ekspozuar nga profesor Fusha, por edhe rëndësinë që kjo galeri do të ketë për zhvillimin kulturor në Memaliaj. Kontributi i dropullitëve gjatë luftës nacionale çlirimtare ka qenë i jashtëzakonshëm në përvjetorin e 81 të ditës ndërkombëtare të fitores mbi fashizmin. Shoqata lokale e veteranëve të Lanç po riorganizohet. Data 9 maj shënon përvjetorin e 81 të fitores mbi fashizmit, ku kontributi i minoritetit etnik grek ka qenë i jashtëzakonshëm. Janë me qindra banorë të dropullit të Pogonit, që dolën malit për liri gjatë luftës nacionale çlirimtare, ku i kuadruar në batalionin Thanaziko, i cili u krijua në 23 nëntor të vitit 1943 në Dervician. Kontributi i banorëve të dropullit gjatë luftës dytë botërore fillon me krijimin e njësisë partizane në dropullin e Sipën në gusht të vitit 1943, si dhe me krijimin e batalionit Thanaziko, pikërisht në Dervician në 23 nëntor të vitit 1943. Për të nderuar dhe respektuar dëshmorët e dropullit të Pogonit, është krijuar një grup nismëtarësh për të riorganizuar shoqatën e veteranëve dhe të familjarëve të tyre gjatë luftës nacionale çlirimtare. Faza e parë është riorganizimi i shoqatës, rirumerimi të anëtarëve të shoqatës, sepse kemi harruar të gjithë si potencial. Juve do të zhvilloni aktivitete në dropull edhe në Pogon për datat historike të krijimit të njësive partizane të batalionit të Thanaziko dhe aktivitetet të tjera? Patjetër, shumë aktivitete për organizatat e batalionit të Thanaziko dhe me bashkëpunimin dhe me bashkiat e Finiki. Gjithë të rinj ka harruar që ditë është një ditë që të mësohen të gjithë që ka njerëz që ka herojnë që ka humbur jetën për kombin. Shoqata e veteranëve të Lançit në bashkinë tjetër minoritare atë të Finikit ka rreth 3 vjet që funksionon e pavarur nga shoqata Cimotra në qarkun e Vlorës. Mëngjesin e sotëm, një shtëpi në fshatin Zhulat, Gjirokastër, është përfshirë nga flakët. Ishte ora 9:32, kur shërbimi i zjarfikës u njoftua për një zjarr të rënë në një banesë në njësinë administrative CEPO fshati Zhulat, bashkia Gjirokastër. Me mbërritje në vendngjarje u konstatua se zjarri kishte përfshirë gjithë banesën. Forcat zjarfikëse ndërhyn menjëherë. Sipas deklarimit të moshuarës si banonte në banesë, zjarri ka rënë në momentin kur ajo ka ndezur oxhakun. Nga ngjarja nuk ka pasur të lënduar, por janë shkaktuar vetëm dëme materiale. Bashkëpunimet artistike dhe kulturore mes Bashkisë së Gjirokastrës dhe asaj të Fasanos në Itali vazhdojnë në kuadër të projektit Herald. Këtë herë ishin artistët italianë që erdhën në parart dashësit të qytetit të Gurt me dramën Nunca Mas. Pablito, l'unico riapparecido.
Aktorët e teatrit Fasanos u ngjitën mbrëmjen e së shtunës në skenën e teatrit Zinisako me pjesën Nunca Más. Shfaqja fokusohet në tmerret e diktaturës argjentinase duke rindërtuar atmosferën e frikës, ku qytetarë të thjeshtë, studentë dhe intelektualë zhdukeshin brenda natës pa lënë gjurmë. Pjesa e shkruar nga Gjeri Mojo është vënë në skenë nga regjizori Mimo Capozzi. Patëm kënaqësinë të prezantonim një dramë psikologjike, delikate që do të thot kur më. Një drama argjentinase, na kujton tragjedinë e desaparatises gjatë diktaturës në Argjentinë. Kthehemi këtu në Gjirokastër pas disa vitesh në kuadër të projektit Herald, mes Fasanos dhe Gjirokastrës. Ky projekt ka në qendër bashkëpunimin artistik dhe bashkëpunimin kultural midis këtyre qyteteve. I nuclei artistici. Nunca Más nasce dalla voglia di raccontare. Nunca Más lind nga dëshira për të treguar faqet më të errët të desaparatises në Argjentinë gjatë diktaturës. E bëjmë këtu në Gjirokastër me tekstin e shkruar nga unë, me një prerje psikodram, që nuk është e thjesht të gjesh në teatr, me një pikpamje shumë kinematografike. E gjen në kinematografi, jo në teatr. Është një spektakël që vlerësohet më tepër nga gjeneratat e reja, një spektakël i gjithi për të shijuar dhe një finale për të zbuluar. Bashkëpunimet artistike mes dy qyteteve do të vijojnë ndërsa në qershor Gjirokastra do të festojë javën e Italisë. Është gjithmonë kënaqësi që në Gjirokastër të kemi artist italian. Për ne është një nder i madh që artistët e Bashkisë së Fasanos janë sot në teatrin Zihnisako. Fal një bashkëpunimi që Bashkia e Gjirokastër ka me komunën e Fasanos, sot artistët do të performojnë në skenën e teatrit Zihnisako. Fal projektit, ne do të kemi dhe një vazhdimsi ku aktorët e teatrit ton do të vizitojnë Italinë dhe për mëtej do kemi dhe vizita të tjera. Për këtë vit, shfaqja e parë që organizojmë në kuadrin e bashkëpunimeve është një shfaqje teatrore përgatitur në bashkëpunim me teatrin e Bashkisë së Fasanos në rajonin e Puljes. Pas kësaj shfaqje është java e Italisë në Gjirokastër, java e parë e qershorit. Jemi në kontakt dhe janë duke përgatitur disa aktivitete për këtë javë, siç është një koncert në datën 1 qershor me dy këngëtarë të muzikës jazz, por ndërkohë do të ketë edhe disa projekcione filmash, ekspozita dhe gjëra të tjera. Pra, me këtë shfaqje teatrore startojnë aktivitetet të thoja kulturore në Bashkinë e Gjirokastrës. Pjesa teatrale erdhi në kuadër të projektit Herald, që ka për qëllim ndërthurjen e kulturave dhe gjuhëve të dy vendeve. Një vit më parë, teatrot e dy qyteteve sollën në bashkëpunim shfaqjen Ndero Baban. Këtu kemi përfunduar, të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi bashkë, miru takofshi.